Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Je kontra e, personazhet e topit bëhen bashkë dhe thumbojnë Arbana Osmanin. Kasti i aktorëve të emisionit humorit të Portokallis ka ironizuar një nga ngjarjet më të diskutuara të spektaklit të Fermës, duke rikrijuar përplasjen virale mes moderatores Arbana Osmani dhe ish konkurrentes Fabiola Elezaj. Përmes një skeçi në një nga episodet e fundit, aktorët kanë sjellë në vëmendje batutat dhe reagimet që bën xhiron e rrjetit javë më parë. Ngjarja origjinale mori vëmendje të madhe kur Fabiola ju drejtua Arbanës gjatë transmetimit live me fjalën kuçk. Pas këtij momenti, moderatorja zgjodhi të përgjigjej situatës me një deklaratë specifike para kamerës, duke u shprehur se nuk ka rëndësi se çfarë thonë njerëzit, për mënyra se si zgjedh të reagojë pas thënies. Në skenën e improvizuar të Portokallis, Jul Deda dhe Visjan Ukcenaj kanë luajtur pikërisht këtë dinamik. Gjatë dialogut teksa Juli po bëi gati të lëshonte fyerjen, "Ti je kokra e", Visjani ka ndërhyrë duke i kërkuar të mos përdor sharje të vjetra, por diçka më aktuale që po bën zhurmë më shumë në rrjet. Në atë moment, Juli ka ndryshuar fyerjen dhe ka thënë, "Ti je kokra e kuçkës". Skeçi është përmbyllur me ironizimin e hapur të reagimit të Arbanës. Visjani ka përsëritur fjalë për fjalë shprehjen e saj mbrojtëse, duke e mbyllur me një batutë përzierje mes moderatorëve. Natën e mirë dhe jo, këtë e ka thënë Ledioni, jemi emision tjetër, ne nuk jemi si ata.